Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si dhe kurshirin e tyre Hysen Neza, të dyshuar për rrëmbimin e ndërtuesit Florian Sula disa ditë më parë. Të tretë arrestuarit nuk kanë dhënë deklarime në sallën e gjyqit, ndërsa mbrojtja e tyre ka paraqitur një version të ndryshëm nga ai organi të akuzës. Sipas avokatit mbrojtës, ngjarja nuk përbën pengëmarrje, por lidhet me një borxh prej rreth 60.000 euro, që sipas tij viktima u kishte të pandehurve. Ai pretendoi se ata e kanë marrë sulm automjet vetëm për të sqaruar situatën financiare dhe më pas e kanë lënë të lirë kur kanë kuptuar pamundësinë e tij për të shlyer detyrimin. Mbrojtja shtoi gjithashtu se njëri nga të rit është zhvedurzuar pasi ka mësuar se ishte në kërkim, ndërsa dy të tjerët sipas saj kanë qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe nën efektin e lëndëve narkotike, pretendime që nuk janë mbështetur me dokumentacion përkatës në gjykatë. Ndërkohë sipas hetimeve paraprake të prokurorisë, tre të rit janë prezantuar si agentë të strukturave shtetërore dhe kanë rrëmbyer 32 vjeçarin duke e mbajtur për disa orë në një ambient privat. Autoritetet dyshojnë se ata e kanë dhunuar dhe i kanë kërkuar shumën prej 2 milionë eurosh në këmbim të lirimit. Sipas dosjes hetimore, viktima u ka premtuar një shumë prej 500.000 eurosh për ta liruar, por pas daljes në gjendje të lirë ka denoncuar rastin në polici, shkaqoi në arrestimin e të dyshuarve. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe për përcaktimin e përgjegjësive penale.